Moda. Moda është stili dhe zakoni përhapur në një kohë të caktuar. Në kuptimin e saj më të zakonshëm, moda përshkruan stilin më të përhapur të veshjes. Shumë lloje të modës janë të përhapura në kultura të ndryshme në një kohë të caktuar. Por e rëndësishme është ideja që kursi dizajnimit dhe i modës ndryshon shumë më shpejt se sa vetë kultura si e tërë. Dizajnuesit ose stilistët e modës krijojnë dhe prodhojnë shumë artikuj veshjesh. Termat në mod ose jo në mod janë përdorur për të përshkruar në qoftë se dikush apo diçka përshtatet me modën aktuale, po jo edhe aq aktuale. Më të përhapur, më popullore, por gjithsesi çdo vend ka modën e vet dhe ne nuk duhet të gjykojmë njerëzit për mënyrën e të veshurit. Gjithsesi, në epokën moderne, artikujt e quajtur jo aq aktual mund të përshtaten me të vërtetë me termin retro. Moda retro lejon ndryshime rregulla, si për shembull e vjetra është një e re e papritur. Kështu është edhe në modë. Termi mod shpesh përdoret në një sens pozitiv, si një sinonim i magjepses, bukurisë dhe stilit. Në këtë sens, llojet e ndryshimeve të modës janë një lloj arti popullor, përmes të cilave një kulturë mund të ekzaminojë nocionet e saj për bukurinë dhe mirësinë. Gjithashtu termi mod përdoret ndonjëherë edhe në një sens negativ, si një sinonim i trilleve dhe tendencave dhe materializmit. Ekziston një numër i madh qytetesh që njihen si qendra globale të modës ose më mirë kryeqytete të modës. Javët e modës zhvillohen në këto qytete, ku dizajnuesit ose stilistët i paraqitin audiencës koleksionet e tyre më të reja të veshjeve. 5 qytetet kryesore janë Tokyo, Londër, Paris, Milano dhe New York. Këto 5 qytete janë të njohura për influencën e madhe në modën globale dhe janë shtabet e kompanive më të mëdha të botës. Okay, now, girl, I know you hear the phone ringing. You better not let it ring more than 2 times because you know I was with you. Qytete të tjera, duke përfshirë Los Angeles, Berlin, Rom,
Hong Kong, Moskë, Madrid, Toronto, Sao Paulo, Melbourne, Osaka, Seoul, gjithashtu zhvillon një javë të modës dhe njihen çdo vit e më mirë. Moda është një term i përdorur zakonisht për të përshkruar një stil veshje, i cili është mjaft i përhapur në pjesën më të madhe të popullsisë. Një stil veshje qëndron popullor zakonisht deri në 3 vjet, dhe më pas në themi se ka dalë nga moda. Por fjala mod në ditët e sotme zon një hapësirë më të madhe, jo vetëm si term, por edhe në jetën e njerëzve. Moda ndiqet kudo dhe nga çdo kush, nga njerëzit më të thjeshtë deri tek ata që janë më të pasur. Për të rinjët e sotëm, moda është ajo që ata mendojnë se u jep atyre një status të veçantë në shoqëri. Moda për ta s'është vetëm një mënyrë e të veshurit që ata e ndjekin me pasion, por edhe një mënyrë që përdoret për të shfaqur personalitetin e tyre, për të treguar veten dhe për të lënë tek të tjerët një përshtypje të mirë. 72% e të rinjeve e konsiderojnë modën esenciale në jetën e tyre. Gjinia femrore është ajo që është më e dhënë pas modës. Vajzat e sotme ndikohen shumë në mënyrën e të veshurit nga këngëtarët apo aktorët e tyre të preferuara dhe ndjekin me zellshmëri revistat e modës që dalin muaj për muaj ose bëjnë çmos të blejnë rroba që veshin modele të kopertinave. Moda për adoleshentët dhe të rinjët e sotëm është diçka që ata mendojnë se i definon dhe që nga njëra anë është e vërtetë. Një paraqitje e mirë tregon në një farë mënyre edhe personalitetin tënd. Ashtu si çdo të tregonte një paraqitje jo të mirë dhe ekstravagante natyrën jo denitoze të dikujt. Shpeshherë, atyre nuk u pëlqen kur shoqet e tyre ose dikush tjetër veshin një gjë të ngjashme me to.
por duhet thënë se ka mjaft probleme në rininë e sotme për sa i përket mënyrës së të veshurit. Çdo kush duhet të jetë i lirë të vishet se si ai ndihet më mirë dhe të mos ndikohet nga shijet e të tjerëve. Shumë vajza mendojnë se moda është gjithçka dhe ulin poshtë kado që nuk vishet në të njëjtën mënyrë me to dhe nuk e ndjekin modën. Fundja, jo çdo njeri ka mundësi të barabarta me të tjerët, dhe për ta moda është gjëja e fundit për të cilët ata duhet të shqetësohen. Interesimi i madh i këtyre të rinjeve për modën ka bërë që në shoqërinë e sotme t'u jepet më shumë vlerë gjërave që janë sekondare dhe sipërfaqësore dhe të mos ngrihen lart vlerat e larta morale. Fundja, këpucët e larta apo xhinset nuk do të nxjerrin faqe bardhë në jetë. Synimi i stilistëve më të famshëm ka qenë që të rinjët të mësojnë të vishen thjesht dhe bukur dhe të mos harrojnë se eleganca nuk qëndron te taket e larta dhe se bukuria vërtet qëndron te gjërat jo perfekte. Marc Jacobs ka thënë se aksesori më i bukur që mund të vënë një vajzë është buzëqeshja e saj. Është normale që moda zë një vend shumë të rëndësishëm për të rinjët dhe se mënyrat e veshurit tregon një pjesë të elegancës sonë. Por që kjo elegancë arrihet plotësisht, të rinjët duhet të fokusohen te gjërat e vogla dhe të thjeshta, të personalitetit të tyre. Ato gjëra nuk kanë për të dalë kur nga moda.